Ja që duhet të bëni për të ndaluar dhimbje dhe fryrje të këmbëve një herë për gjithmonë. Sasia e tepërt e ujit. Sasia që organizmi e mban dhe nuk e sekreton jashtë mund të jetë një arsye pse fshihet pas saj edhe një fryrje vazhdueshme e barkut ose edhe kilogramëve të tepërt të cilët mund të jenë pa shpjegim. Mbajtja e ujit në organizëm i referohet lëngjeve të tepërta në sasi shumë të madhe dhe vështirësojnë gjithashtu edhe qarkullimin e gjakut në inde të trupit. Entja ndodh nga mbajtja e ujit që quhet edema. Edema mund të shfaqet në duar, në këmbë, gjithashtu në krah e të tjera. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndërsa trupi është i përbërë nga rreth masa 70% e ujit, atëherë edhe sasia e tepërt e ujit që sekretohet nga veshkat në formën e urinës, ky sistem mund të keq funksionojë, duke shkaktuar edhe atë që quhet mbajtja e tepërt e ujit në organizëm. Sasitë e larta të kripës, mungesa e vitaminave ose mineraleve, si vitamina B1, medikamentet të caktuara si dhe ato që hani, venat e gjakut ose medikamentet antiinflamatore jo steroide janë disa prej shkaqeve të këtij problemi. Pilurat e kontrollit të lindjes përmbajnë estrogen dhe hormone të tjera që gjithashtu mund të shkaktojnë fryrje dhe entje dhe sasi të tepërta të ujit në organizëm. Edema nuk është një sëmundje, por është një simptom. Nëse jeni duke përjetuar edema, trupi juaj paralajmëron se diçka nuk shkon si duhet me shëndetin tuaj. Mungesa lidhur me aktivitetin fizik, qarkullimi i dobët, stresi, menstruacionet, alergji dhe presioni i lartë i gjakut janë disa prej shkaqeve të mundshme të mbajtjes së ujit. Por sipas WebMed në këtë video do të rendisim disa metoda natyrale në kushte shtëpie, të cilat do ju ndihmojnë në lehtësimin e gjendjes suaj. Nëse gjendja juaj është kritike, adresojeni atë tek mjeku juaj për të evituar çdo komplikacion të mundshëm. Mund të duket e çuditshme, por përdorimi i kripës të lehtë mund të jetë një lehtësues i këtij problemi. Por ja që një dush me krip Epsom ndihmon vërtet. Ajo nxjerr lëngje të tepërta dhe toksinat nga trupi juaj. Thjesht përzieni 2 gota me krip Epsom në një gotë me ujë të ngrohtë dhe zhytini në të këmbët tuaja për rreth 15 minuta. Përsëriteni këtë 3 herë në javë. Majdanozi gjithashtu ka veti të mira diuretike të cilat do të ndihmojnë në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Për të përgatitur në dietën tuaj çajin e majdanozit, ndiqni këto hapa. Ju duhet të zjeni lëngun e majdanozit të thatë në një xhezve me ujë për rreth 10 minuta. Çaji i saj duhet të konsumohet të paktën edhe 3 herë në ditë, por nëse merrni medikamente të caktuara përpara përdorimit, konsultohuni më mirë me mjekun tuaj. E njëjta gjë vlen edhe gjithashtu për bimët të tjera kurative që përdoren në shekuj me radhë. Zjeni 3 deri në 4 gram lule hithre të thata në një tenxhere të vogël me ujë. Rekomandohet që ky lëng çaji të pihet rreth 4 filxhan në ditë. Kopra vepron gjithashtu si një diuretik që ndihmon në rritjen e prodhimit të natriumit dhe ujit nga veshkat. Ato gjithashtu mund të ndihmojnë edhe në përmirësimin e gjendjes suaj. Nëse gjendja është kritike, duhet të adresoni atë tek mjeku juaj përkatës për të marrë trajtimin e specializuar dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet që shkaktojnë fryrje të këmbëve dhe të trupit. Fryrja e këmbëve mund të shkaktohet për 2 shkaqe kryesore. E para ka të bëjë me edemën që është akumulimi i lëngjeve në inde dhe në enët e gjakut. Lëngjet e akumuluara pasi kanë kaluar një ditë të gjatë në këmbë mund të krijojnë edhe fryrje. Sipas informacioneve kjo ndodh edhe nëse jeni mbi peshë, nëse nuk kryeni aktivitete fizike ose zemra është në vështirësi të tepërta dhe është e dobët për të pompuar gjakun. Arsyeja e dytë është inflamacioni që irriton dhe fryn indet e këmbëve. Inflamacioni shfaqet nëse keni pasur një frakturë ose lëndim të tendinave. Fryrja e këmbëve mund të ndodhë edhe si pasojë e problemeve me venat, trombozën, varicet, probleme kronike të veshkave, gjithashtu edhe problemeve të shtatzanisë. Masat që duhet të ndërmerrni kundër fryrjes së këmbëve. Për të parandaluar fryrjet e këmbëve sipas të dhënave, sugjerohen këto hapa, citon Brightside.
Konsumi i kursyer i ushqimeve të kripura, veshja e çorapeve të veçanta shtrënguese, aktiviteti mirë fizik i përditshëm, lëvizjet e shpeshta të këmbëve gjatë udhëtimeve të gjata. Mbajtja e këmbëve ngritur mbi nivelin e zemrës çdo ditë për rreth gjysmë ore. Disa herë në ditë mund të jetë një alternativë shumë e mirë, por nëse vëreni që fryrja e këmbëve mund të jetë si pasojë e një sëmundje kronike, nuk duhet ta injoroni, por ta adresoni atë menjëherë tek mjeku juaj përkatës. Sugjerohet të kërkoni ndihmë mjekësore nëse vëreni këto shenja gjatë fryrjes suaj të këmbëve. Njerëzit që kanë fryrje të përsëritura të këmbëve duhet të shmangin produktet e mëposhtme si alkooli, proteinat shtatëzore, mishin e viçit, kafeinat e tepërta, pirjen e tepërt të lëngjeve që përmbajnë çokoladë, produktet e bulmetit, ushqimet të skuqura, ullinjt, turshit, duhanin. Gjithashtu edhe mjedhi i bardhë dhe sheqeri mund të jenë një ndikues shumë i madh i përkeqësimit të çështjeve tuaja imunitare. Por cilat janë ushqimet që ju ndihmojnë kundër këtyre problemeve? Një regjim ushqimor i përshtatshëm për këtë problem duhet të përfshijë domaten, vajin e ullirit, varishte si spinaqi dhe të ngjashme me të, arorët si bajame dhe arrat, salmoni, skumbri, peshk ton dhe sardele. Fruta si luleshtrydhet, boronica, qershi dhe portokalli. Por më tepër ekspertët rekomandojnë pirjen e të paktën 8 gota ujë në ditë. Çaji i majdanozit ju ndihmon të nxirrni jashtë trupit lëngjet e akumuluara. Ato mund ta përgatisni duke zgjerrë 2 lugë gjelle me gjethet e thata majdanozi në formën e pluhurit në 2 gota ujë. I lini gjethet e majdanozit në ujë gjatë gjithë natës, skulloni dhe shtoni lëngun e limonit. Pini 3 gota çaj dhe prisni derisa të përmirësohet sërish edhe gjendja juaj. Nëse merrni medikamente të caktuara për problemet e mundshme që mund të keni, përpara se t'i përdorni, konsultohuni më parë me mjekun tuaj përkatës. Fryrja e këmbëve është një fenomen që shfaqet mjaft shpesh në raport me ankesat e ndryshme që paraqesin personat gjatë punës sonë të përditshme. Këmbët e fryra, përveç se janë të pakëndshme estetikisht, mund të jenë të dhimbshme dhe të vështirësojnë ecjen. Ato shkaktohen nga kushtet e caktuara mjekësore dhe duhet të trajtohen sa më shpejt për të marrë rezultatet të dëshiruara. Edema është një gjendje në të cilën trupi ruan shumë ujë. Kjo bën që pjesë të ndryshme të trupit, duke përfshirë këmbët, krahët, duart, fytyrën e të tjera të fryhen. Ato mund të shkaktohen nga qëndrime në këmbë për periudha të gjata kohore, nga udhëtimet e gjata me avion ose gjatë ditëve të menstruacioneve të disa femra. Ndër kushtet themelore, mjekësore që shkaktojnë edema rezultojnë të jenë sëmundjet e mëlçisë, sëmundjet e veshkave, pamjaftueshmëria e punës së zemrës, tromboze thedhvenoze, nivele të ulta të proteinave në gjak e të tjera. Gjithashtu një këmbë e fryrë mund të jetë shenjë e dëmtimeve të kyçeve të këmbës ose edhe indeve përreth të tyre. Prandaj është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun përkatës për çdo shqetësim të mundshëm që mund të vëreni në shëndetin tuaj. Endja është një reakcion normal ndaj një lëndimi, gjithashtu edhe ndonjë infeksioni. Shumë gra përjetojnë gjithashtu fryrje të këmbëve gjatë shtatzanisë. Zakonisht ato priren gjatë kësaj periudhe të kenë edhe shqetësime më të mëdha. Nëse vëreni fryrje të këmbëve pa ndonjë shkak të arsyeshëm, adresoheni atë tek mjeku juaj. Është një mundësi shumë e mirë për të parandaluar çdo shqetësim të mundshëm që mund të lidhet edhe me kalimin e kohës. Një tjetër shkak i enjtjeve të këmbëve dhe pjesë të tjera të trupit është edhe bllokimi ose edhe dëmtimi i sistemit limfatik, dhe në këtë rast kemi të bëjmë me gjendjen e quajtur limfadem. Tromboza e thedhë venave është një tjetër shkak i zakonshëm i pamjaftueshmërisë venoze kronike, ndërsa më të rralla janë edhe problemet dhe keqinformimet e enëve të gjakut. Mjaft e zakonshme janë edemat e persona të cilët vuajnë nga pamjaftueshmëria e punës së zemrës ose edhe gjendje të rënda shëndetësore, gjatë të cilat zemra nuk pompon gjakun në mënyrë efikase. Gjatë kësaj situate, zemra rreh më shpejt dhe ritmet janë jo normale. Këta persona ndihen sikur nuk ngopen dot me frymë. Kjo patologji kërkon një trajtim të vazhdueshëm dhe të specializuar. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.